E përmendni pak atje Afrikën perëndimore, pra ato hortat që janë të ndara shumë shtetit. E kemi Burkina Faso, e kemi Malin, Nigerin. Si është situata atje? Franca ishte shumë e zhgënjur me zhvillimet e 2-3 viteve të fundit për shkak të disa puçeve ushtarake, duke largu edhe bazat ushtarake franceze. Ku qëndron roli atyre vendeve atje? Ato vende po njohin tani investimet kineze, investimet indiane, investimet ruse dhe e konsiderojnë Francën si fajtore e cila në një formë ose një tjetër i ka bashkëqeverisur po i ka marrë lëndët e para në 200 vitet e fundit dhe konsiderojnë Francën si fajtore për varfrinë e tyre. Për shembull, aty ke një shtet që quhet Guinea Ekuatoriale. Guinea Ekuatoriale flet spanjisht. Ka qenë një nga kolonitë e pakta spanjolle dhe është shteti më i pasur i Afrikës perëndimore. Është diktaturë, por flasin spanjisht dhe ka një lidhje të veçantë me Vatikanin katolik. Guinea Bissau, që është ngjitur direkt aty, që ka qenë nën influencën franceze, është e varfër. Ka patur grushte shteti etj. Pra duhet bësh dallimin mes njërit dhe tjetrit. Ke për shembull rastin e bregut fildisht. Por duhet shohim edhe se si këto vende janë trajtuar dhe janë sjellë gjatë kohës ta shquajtur luftë civile për shkak të regjimit dhe bindjeve ideologjike kur ekzistonte komunizmi në botë, pra që ishte Bashkimi Sovjetik që eksportonte. Por sot nga Bashkimi Sovjetik që eksportonte ideologji, sot kemi Rusinë e cila i merr lëndët e para dhe i çon ushqim, i çon dritë, i çon misër, i çon gjithçka çka kanë bëjnë. Pra është kthyer në një ekonomi tjetër ose Kinën e cila i jep kredi afatgjata dhe i ndërton kurullat, i ndërton infrastrukturën. Dhe është normale që Franca dhe jo vetëm Franca, por një pjesë e madhe e vendeve europiane, të cilat në shkurën kanë pasur influencë në këtë rajon, e kanë humbur sepse kanë humbur trenin e prioritetit ekonomik. Kur folëm tek lëndët e para pra të Francës, të cilat i kanë marrë kaq vite, ju përmendet 200. Flitet janë shumë të pasura me litium apo edhe me minerale të tjera të rralla. Mund të ndikojnë këto negativisht në ngadalësimin e ekonomive evropiane, nëse ndalen këto? Problemi është që apo ato po mundon që të rinegociojnë? Europa e ka humbur influencën që ka pas dikur në Afrikë. E ka humbur për shumë arsye. Por se Afrika është kontinent i fqinj, do jesh ndërlidhur. Çështja është tek qasja. Do t'jap një shembull. Ky shteti këtu quhet Angola. Është një nga shtetet më të pasur të Afrikës.